Dhe në këtë takim të tretë përse takon ditës së sotme, jemi me një gjysmë finale në dytë përse i takon edicionit të tretë të Ridebate, kampionatit kombëtar debatit. Ky edicion, ju e dini, mbështetet nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe AMSHC, ndaj dua t'i falenderoj, por nga ana tjetër dua të falenderoj dhe American Corner që na ka mirëpritur në këto 4 ditë të këtij aktiviteti. Ndaj e meritojnë sepse fal tyre ne organizojmë aktivitete kaq të bukura, ndaj dua dhe një duar rokitje. Dhe kushdo që ka dëshirë të mbështesë aktivitete të tilla është i mirëpritur në organizatën Liburneti. Në këtë finale, në këtë gjysmë finale të dytë, kemi dy shkolla që kanë bërë debate për gjatë gjithë procesit të kampionatit dhe kanë arritur të kualifikohen në këtë fazë. Shkolla Qemal Stafa nga Tirana, një duar rokitje për ta. Dhe shkolla Petronini Luarasi po nga Tirana. Do të kemi pra një përballje kryeqytetase, ndryshe e thënë. Kështu që më vjen mirë që kemi dy shkolla kaq të forta, kaq mendimtare dhe kaq mirë të artikuluara, po nga ana tjetër dhe me mendim kritik, që është edhe qëllimi i këtij projekti në vetvete. Unë dua të falenderoj padyshim edhe jurin që do të bëj vlerësimin sot, është me ne Qamile Caca, asistent pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale. Po nga i njëjti fakultet kemi edhe Zysha Idën, profesoresha Idën. Për shumë vite ka kontribuar në departamentin e filozofisë dhe vazhdon akoma të jetë po aq e përkushtuar. Ndaj unë dua ta falenderoj mbi të gjitha sepse i ka dhënë edhe një plus këtij projekti dhe këtij programi, kështu që shumë faleminderit, Zysha. Dhe ju e njihni të gjithë sepse keni bërë dhe trajnimin me Zysha Idën apo jo. Kështu që ku ka më mirë se sa në këtë gjysmë finale, ashtu sikur kemi pasur edhe dietë, kemi Zysha Idën në vlerësim, duke qenë se i njeh shumë mirë kriteret e vlerësimit, e njeh shumë mirë formatin dhe do të bëjë një vlerësim sa më korrekt dhe sa më transparent edhe përse i takon atyre kritereve që ne kemi vendosur. Nga ana tjetër, dua të falenderoj shumë që ka pranuar ftesën edhe Julian Papaprokon. Është projekt menaxher pranë UNDP Albania në programin Reload. Për ata që nuk e dinë, është një nga programet më të rëndësishme që mbështet të rinjt përsa i takon kësaj organizme. Ndaj shumë thirrje janë hapur nga programi Reload dhe ndoshta kush është më i afërt edhe me organizatat e rinore, mund t'i bashkohet thirrjeve që ata her pas here hedhin dhe ndihmojnë në aktivizimin e të rinjve përsa i takon lokalitetit apo bashkisë ku mund të ndodhen. Kështu që shumë faleminderit dhe Julit. Dhe pa humbur kohë, do të vijojmë me debatin e parë, debatin e skuadrave, 8 antarët e themi gjithmonë janë të ftuar për të dhënë argumentet e tyre, por duke qenë gjithmonë të vëmendshëm dhe të përpikt në atë çfarë do të shpalosin për gjatë gjithë debatet. Puna në grup vlerësohet, grupi duhet të ketë koherencë, duhet të ketë rrjedhë logjike për gjatë gjithë argumentave, kështu që vëmendja maksimale dhe padyshim qëndrimi korrekt, sikurse thamë edhe në fillim, apo jo. Shumë sukses të dy skuadrave, do fillojmë me debatin e parë. Kështu që do të zgjedh ideja, temën përsa i takon debatit të skuadrave. Që një sekond, mënyrë që edhe ta lexojmë. Okej. Tema është antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është aq dobipërurës për zhvillimin politik, ekonomik dhe social të vendit. Euroskepticizmi. Pra tema do të jetë antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është aq dobipërurës për zhvillimin politik, ekonomik dhe social të vendit, ose ndryshe njohur si euroskepticizmi. Tani Frankli do na ndihmojë me përzierjen e qëndrimit. U dëmtuan gjatë rrugës. Pro do të jetë Petronini Luarisi. Kundër do të jetë skuadra e Qemal Stafës. Suksese, keni 7 minuta kohë përgatitore. Mund të filloni tani.
Okej. Bëhemi gati, të fillojmë debatin e parë, debatin e skuadrave. Do të filloj skuadra që marrë qëndrimin pro, Petronini në këtë rast, dhe do të pasohet pastaj nga skuadra që marrë qëndrimin kundër. Shumë suksese të dyja skuadrave, mund vijoni. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Emilia Leshi, si fillim dua të falenderoj jurin, mësuesen tonë, por edhe pjesëmarrësit dhe kundërshtarët tanë. Tema e debatit të sotëm mendoj se është shumë konkrete dhe besoj se diskutohet edhe mes nesh në jetën tonë të përditshme. Sot ne do flasim nëse është e dobishme, nëse është e nevojshme antarësimi i Shqipërisë në BE dhe dobia e saj. Ne nuk mendojmë se antarësimi i Shqipërisë në BE është aq dobipyese sa duket. Kjo për shkak të disa faktorëve. Si fillim, ne duam të vlerësojmë se Shqipëria rrezikon të humbasë një sovranitet të madh politik edhe ekonomik, duke pranuar politika të cilat nuk janë të nevojshme dhe nuk ju interesojnë qytetarëve shqiptar. Gjithashtu, ekonomia e lirë europiane është rrezik për bizneset e vogla shqiptare, të cilat nuk mund të konkurrojnë me kompanitë të mëdha të Bashkimit Evropian. Gjithashtu, emigrimi të rinjve do të rritet kur ne të antarësohemi në BE. Të rinjt tanë janë forca e të ardhmes, forca e punës dhe janë ajo që do na çojë ne në të ardhmen. Duke i lënë kohë edhe pjesës tjetër të grupit që të kalojë më shumë faleminderit. Përshëndetje të nderuar gjyqtar dhe kundërshtar, ne si grup mbajmë qëndrimin kundër në lidhje me temën që antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është dobipërës. Do ja njësja pikërisht në atë çfarë tha kundërshtarët, të cilat e dëgjova me shumë vëmendje, ku ne po marrim shembullit e vendeve më të zhvilluar, i cili ku hapet dhe tregu. Dhe për ta nisur Shqipëria është një ndër vendet ku zhvillohet më shumë korrupsioni dhe gjithashtu është një ndër arsyet kyç pse Bashkimi Evropian nuk po na antarëson. Duke i nisur në këtë rast, paganajësia e popullit dhe largimi i tyre është pikërisht nga korrupsioni. Duke qenë se Bashkimi Evropian u jep mundësinë që korrupsioni të mos ndodhë dhe gjithashtu duke bazuar dhe mbi kontratën e rregullave të ligjeve, ku ata kryesisht dënojnë korrupsionin, ku janë gjykatësit dhe prokurorët. Pra, nëse Shqipëria do të ishte në Bashkimin Evropian, atëherë këto gjëra nuk do të ndodhin dhe pikërisht janë kryesisht ato element të cilët i mungojnë Shqipërisë. Ju faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Daniel Ismaili, pjesë e ekipit Petronin Luarasi. Si fillim, le të flasim për atë që thatë ju, antarësimi në BE. Antarësimi në BE kërkon harmonizimin e legjislacionit ton kombëtar me atë evropian, e cila përfshin 33 kapituj, negociatash dhe mira direktiva. Kjo do të thotë se mbas antarësimit të Shqipërisë në BE, ajo do të humbasë autonominë e saj në fusha si politika monetare, tregtia e jashtme, mjedisi dhe bujqësia. Le të flasim për një shtet tjetër, për shembull, Bullgarinë. Bullgaria është antarësuar në BE në vitin 2007 dhe që nga atëherë ka 19 vite që është antarësuar. Dhe akoma ajo ka vetëm 60% e fuqiblerjes në BE. Kjo tregon se Shqipëria me vërtet mund të futet në BE, por antarësimi i saj nuk siguron konvergjencë reale, por vetëm mund të krijohet si pengesë për të. Faleminderit. Ju falenderoj për argumentin. E para do doja të nisja me emigrimin. Atëherë emigrimi nuk rritet nëse ne e shtojmë ekonominë dhe rrisim cilësinë. Gjithashtu që të antarësohesh ti duhet ti kesh të plotësuara kushtet. Antarësimi është dobipërës në BE, sepse nëse ne futemi në BE, i japim vetes mundësi që të futemi në një nga tregjet më të mëdha ekonomike në botë. Ky zhvillim i lartë i ekonomisë do t'i sillte tregut shqiptar më shumë vende pune, më shumë zhvillim dhe më shumë një shtys më të fortë drejt tregtisë për të zhvilluar si shoqëri. E para, heqja e taksës doganore do t'i shërbente ekonomisë dhe do të ulte të gjithë koston e prodhimit. Gjithashtu, nëse ne do të merrnim si shembull tregun e BE-s duke i zhvilluar më tepër bizneset dhe duke i rritur cilësinë. Në fakt, do të përmendja se në shumicën e prodhimeve që ne bëjmë, ne e dërgojmë për eksport. Çka tregon se ne xha jemi futur në tregun e BE-s edhe e kemi marrë të gjithë pjesën e tregut evropian. Pra, futja në BE do t'i shtonte vetëm anët pozitive dhe vetëm dobit. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, unë jam Tristan Osmani dhe mbroj anën pro të këtij debati. Sot dua të analizoj një aspekt shumë të rëndë në vendin tonë, të cilët dhe ju e kapët, pikërisht emigracionin. Pa antarësimin në BE, sipas Bankës Botërore dhe Instat, 1.6 milion shqiptar jetojnë jashtë kufive të tyre dhe 37% e familjeve kanë të paktën një familjar jashtë vendit të tyre, shumë arramëndse. Dhe ju mund të pyesni veten, çfarë do të ndodhë me vendin tonë mbas antarësimit në BE? Ju a tregoj unë. Shqipëria do të humbë potencialin e saj të plot, e cila është rinia, dhe më e rëndësishmja do të humbë fuqinë punëtore.
Nëse qytetarët emigrojnë në mënyrë kaq masive, me kufi të mbyllur dhe me rëndësishmja të paligjshëm, atëherë çfarë do ndodh nëse ato kufi do të hapen? Pyetja e ime që shkon për juve është, a mund ta quajmë këtë vërtet një zhvillim ku shteti rrezikon të humb pasurinë e saj më të madhe? Faleminderit. Përshëndetje, quhem Erisa Plumbe dhe ju falenderoj për argumentin tuaj. Në fakt doja të theksoja se ju bët një pyetje se çfarë ndodh në qoftë se kufit hapen, por ju thatë se ju folët për imigracionin. Por në fakt imigracioni nga se shkaktohet? Shkaktohet pikërisht nga këto probleme të cilat do të përmirësohen në qoftë se Shqipëria antarësohet në BE. Dhe në fakt unë doja të prekja edhe në çasti tjetër, pasi Bashkimi Evropian siguron pra transparencën dhe janë mekanizma që sigurojnë pra mirë menaxhim të fondeve që kanë ndikuar negativisht në vendet jo anëtare. Antarësimi në BE sjell për Shqipërinë një zhvillim dhe mbështetje ekonomike, mbështetje sociale dhe politike. Mbështetja ekonomike në BE ul pabarazinë rajonale dhe ndikon pozitivisht në rritjen e GDP-s. Polonia është një rast konkret se si mbështetja nga Bashkimi Evropian ka ndikuar që një ekonomi e cila është në zhvillim e sipër të kthehet në një ekonomi të qëndrueshme. Pra, antarësimi në BE mund të shikohet si një rrugë zhvillimi për vendin tonë dhe përmirësimi dhe jo si një faktor për të rritur emigracionin. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë qëmë Desart Meço dhe ju falenderoj për argumentat tuaja, dëgjova me shumë vëmendje, ato përgjithsisht jeni fokusuar te ekonomia deri tani. Dhe do ndajmë dhe unë pak te ekonomia për t'ju kundërshtuar. Këto probleme për të cilat ju po flisni duan vite të tëra që të rregullohen dhe rregullimi i tyre nuk është i garantuar. Dhe gjithashtu rritja e ekonomisë ose edhe qëndrimi i shqiptarëve në vendin e tyre nuk varet vetëm nga fuqia ose nga paratë që ka një vend, por dhe nga filozofia e mendimit të atij vendi. Sipas European Values Agency, në Europën perëndimore ka një ulje drastike të besimit në familje, komunitet dhe institucione tradicionale. Shqipëria është nga vetme në Europë që e sheh akoma familjen si një rrjet besimi. Integrimi në BE nuk importon vetëm standarde, por edhe krizat me të cilat familja europiane po përballet, si për shembull rritja e problemit të shëndetit mendor tek të rinjt, te nxënës ose tek studentë që janë mosha jonë, diçka që është shumë e trisht. Për më tepër, sipas Eurostatit, koeficienti i lindjes lë shumë për të dëshiruar, me një vlerë lindje mesatare rreth 1.46 fëmijë për grua. Pra pyetja nuk duhet të jetë thjesht a duhet futemi në BE, por a ja vlen të antarësohemi në një model shoqëror që Europa po mundohet ta shpëtojë? Faleminderit. Faleminderit shumë për argumentin, i dëgjova me shumë vëmendje, por ama ju nuk i bini dot gomarit, kështu që po i bini samarit, se në fund ditës ju po justifikoni mospërpjekjet dhe neglizhencën e shtetit për antarësim me pretekstin që shteti mundet që të marrë impakte negative nga antarësimi në BE. Ky antarësim mundet që të hapi dyer edhe të krijojë shumë alianca të forta dhe në fund ditës miku i fortë të hap derën. Ai siguron mbështetje, paqe politike, stabilitet, bashkëpunim rajonal dhe zhvillim në çdo aspekt duke hapur shumë dyer. Kjo mund bëjë të mundur zhvillime shumë të mëdha në çdo aspekt të shtetit dhe të shoqërisë tonë. Gjithashtu sipas European Statistical Institution të vitit 2024, një studim i bërë që shtetet e Ballkanit në BE kanë më pak tensione politike se sa shtetet të cilat nuk janë të antarësuara në BE. Pra kjo mundet që të na sigurojë një stabilitet më të thellë dhe gjithashtu disa impakte më pozitive dhe zhvillim më të madh. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Ester Lidi dhe i dëgjova me vëmendje argumentat dhe metaforat tuaja. Më duhet t'ju kundërshtoj sepse ju thatë se Bashkimi Evropian është ai që garanton zhvillimin e vendit dhe që në hyrje përmendet se jep fund korrupsionit. Por kjo nuk është e vërtetë. Këtë mund ta bëjnë vetëm institucionet e një vendi. Për këtë duhet t'i kërkojmë llogari qeverisë dhe jo qeverisë së vendeve të tjera. Ne nuk mund të presim që të vinë të tjerët nga jashtë dhe të ndalojnë korrupsionin apo të zhvillojnë Shqipërinë. Konkretisht integrimi në BE nuk garanton as zhvillimin automatik të ekonomisë që ju përmendet, pas ai nuk barazon fuqinë ekonomike, por na vën në një konkurrencë me vendet më të fuqishme në botë. Sipas Eurostat të 2024-s, diferenca e prodhimit të brendshëm bruto midis vendeve të varfra dhe vendet të pasura të Bashkimit Evropian ka ngelur 7 herë edhe pas dekadas antarësimi. Kjo tregon se njëti sistem prodhon rezultate të ndryshme dhe ai favorizon pikërisht ato vende që e kanë krijuar dhe na nxisin që të antarësohemi. Pse ndodh kjo? Sepse tregu i përbashkët nuk garanton një garë me nivel të njëjtë ekonomik, por thellon diferencat midis tyre. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, ju falenderoj për argumentin tuaj, por do doja t'ju kundërshtoja.
Ju fillimisht thatë se BE-ja nuk sjell asnjë lloj reforme dhe do të pyesim qeverinë, por në fakt BE-ja ka sjellur reforma në drejtësi, ku vetë SPAK-u ka ardhur si rezultat i Bashkimit Evropian. Gjithashtu Bashkimi Evropian ka ndihmuar në mirëfunksionimin e institucioneve dhe vendit dhe vendosjen e tyre në rregull. Tani do të shikojmë një pikpamje tjetër. Antarësimi i Shqipërisë te Bashkimi Evropian do të sillte një rritje të cilësisë dhe gjatësisë në vendin tonë. Kjo vjen pasi Bashkimi Evropian ka rregulla dhe protokolle të cilat detyrojnë vendet të rrisin cilësinë në shërbimet ushqimore, por edhe në shërbimet të tjera në përgjithësi. Një raport i Agjencisë Europiane në 2022 ka treguar se vendet e antarësuar në Bashkimin Evropian kanë pasur një cilësi më të lartë në shërbimet të përgjithshme, por dhe në gjatësi. Antarësimi i vendit tonë në Bashkimin Evropian do ta siguronte neve një të ardhme më të mirë. Faleminderit. Atëherë përshëndetje të gjithëve, quhem Frenki Ismaili nga ekipi i shkollës Petroni Luarasi. Po dëgjoj me vëmendje çdo që po thoshit, dhe rreth parë më duhet të cilësoj se ne nuk po i bjem as gomarit, as amarit, por vetëm po mundohemi t'ju tregojmë se antarësimi në BE nuk është zgjidhja magjike për çdo problem që ka vendi jon. Nëse argumentat e parafolës vetëm mi deri tani nuk kanë bërë asnjë ndikim te ju, më lejoni t'ju tregoj ca shembuj, siç ju përmerrsht me shembuj të tani. Por këtë radhë shembuj të këqij. Radhë të parë, Rumania pas hyrjes saj në Bashkimin Evropian në 2007 humbi 15 deri në 20% të popullsisë. Kjo popullsi iku për të punuar në vende të tjera si pasojë e kufive të hapur. Dhe ajo çfarë ishte më e keqja, u vure fenomeni brain drain. Pra, truri i këtij populli iku për të punuar diku tjetër. Kjo çfarë solli? Pengesë të zhvillimit në sektor të ndryshëm. Apo marrim pak dhe rastin e Kroacisë, që pas antarësimit të saj në BE në vitin 2003, kur ndroi monedhën nga kuna në euro, pati një rritje të lartë të inflacionit deri në 15%, që është e pamendueshme dhe alogjike. Kjo gjë solli aq pak kënaqësi të qytetarët si të shporta ushqimore që ata po e blin më shtrenjtë dhe të çdo gjë tjetër. Tani më thoni pak, një vend si Shqipëria, a është gati të përballojë gjitha këto në këto momente? Nuk mendoj, më duket shumë utopike. Ju faleminderit. Përshëndetje, quhem Mira Skënderi dhe si fillim do doja të theksoja që me argumentet tuaja ose kundër argumentet tuaja dolët fiks tek argumenti ose ajo që unë dua të them sot. Unë qëndroj pro për një arsye shumë të thjeshtë ose një arsye shumë themelore që është arsimi. Arsimi është themeli i një vendi dhe me antarësimin tonë në BE kemi mundësi më të mirë arsimimi dhe lëvizje po për këtë qëllim. Qasin dhe një arsimi me cilësi më të lartë dhe më të mirë. Diplomat që nxënësit që do të shkojnë të ndjekin arsimin e lartë jashtë shtetit do të jenë të vlefshme dhe do të njihen nga gjithë shtetet e BE-s për punësim. Po ashtu do të kemi liri lëvizje për të ndjekur arsimin më cilësor në kushte më të mira. Dhe një pikë që unë doja të prekja është se ka shumë degë të cilat shqiptarët i ëndërrojnë, siç është inxhinieria molekulare, të cilat në Shqipëri nuk kanë treg pune. Ata do të kenë lirinë dhe qasin më të lehtë që ta ndjekin arsimimin jashtë shtetit dhe të punojnë atje, ndërkohë që Shqipëria duke u bërë pjesë e BE-s, do ta zhvillojë edhe këtë si degë me treg pune. Po ashtu, do doja të prikja pak edhe shtyllën e dytë të arsimimit, që është zhvillimi i arsimimit brenda vendit. Investimet e shumta që do të bëhen nga BE-ja do të rrisin cilësinë e arsimimit dhe trajnimin e mësuesve. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Eliza Matushi dhe dua t'ju falenderoj për të gjitha argumentat që ju keni parashtruar, por ama mbaj një qendrim tërësisht kundër kundrejt tyre. Dua t'ju theksoj faktin se ne nuk jemi këtu për të bërë justifikime për kundra se thelbi një debati, siç është ky i sotmi, politik, teorik njëkohësisht, është pikërisht realizmi. Pra, sa do biprush se mund të jetë antarësimi në Bashkimin Evropian në momentin që ne nuk kemi kushtet e përshtatshme. Duke marrë parasysh faktin që ju keni përmendur disa herë aspektin ekonomik dhe unë këtu dua të ndalem për të përforcuar edhe për t'ju bërë pak edhe ju më të kuptueshme aspektin ton ose argumentin ton. Pikërisht rasti i tregut ose më sakt i një biznesi shqiptar me një biznesi gjerman. Si janë kushtet e tyre? Janë të drejta? Jo, kurse si një treg ose një biznes i cili është gjerman ka një kapital, ka një teknologji moderne dhe krahas kësaj ka subvencione. Pra ne vëmë re se jemi në kushte jo të drejta, në kushte jo të barabarta dhe kjo nuk mund të jetë avantazhuese për ne. Prandaj ne duhet të kemi parasysh që për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ne kemi nevojë për një plan strategjik të zhvillimit ton fillimisht dhe më pas të antarësohemi, sepse tek e fundit ne kemi nevojë për plane afatgjata si një vend i cili është në tranzicion ose në zhvillim. Ju faleminderit. Plani ynë strategjik janë ndërkombëtarët dhe aleatët që ne kemi janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Mundësia jonë për të antarësuar në këtë organizat që është Bashkimi Evropian na bën pjesë të 27 shteteve, të cilat përbëjnë 1/3 e GDP së botës. Do të thënë një pjesë e tregut ku ke influencën më të madhe për të ndërhyrë në botë. Strategjia që dhe pikpamja që Shqipëria do të ketë për të ndikuar dhe në tregje ndërkombëtare dhe për të influencuar botën është e madhe. Gjithashtu, kur je pjesë e Bashkimit Evropian, interesat ti do t'i ndjekësh siç i dëshiron. Shtetet marrin pjesë në Parlamentin Evropian dhe si rrjedhoj, shtetet bazohen në interesat e tyre. Unë mendoj se është e padrejtë që Gjermania dhe Shqipëria, të cilat janë
larg njëra tjetrës. Ekonomikisht të kenë të njëjta zgjedhje, por BE na ofron këtë, na ofron që të jemi të barabartë përpara të gjithëve dhe përpara Europës. Dhe të bëhemi pjesë e një organizate të tillë, e cila ka ndikim të madh në botë, është vetëm një hap përpara për vendin tonë. Përshëndetje, unë quhem Dardan Spahia dhe sot do të përmbyll anën pro të këtij debati. Ju kemi dëgjuar me vëmendje, por në bazë të gjithë argumenteve të prezantuar sot, është bërë qartë se antarësimi në BE është një ëndër e rrem që rrezikon vetëm asimilimin e ekonomisë dhe popullit shqiptar. Përmendët fuqizimin e ekonomisë, por aktualisht ky fuqizim është thjesht shtypje e bizneseve lokale nga konglomeratët të mëdhenj të huaja. Gjithashtu, antarësimi në Bashkimin Evropian do të humbte autonomi legjislative që kemi, duke zëvendësuar me legjislacion të bërë për vende që nuk janë Shqipëria me kushte të ndryshme nga Shqipëria. Për më tepër, largimi masiv i popullsisë do të shkaktonte vetëm dëm në Shqipëri. Ju thatë se kjo nuk do ishte problem, por faktet tregojnë tërësisht të kundërtën me shembuj konkrete siç ishte ajo e Romanisë. Gjithashtu, kemi aq shumë kohë që presim që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, se ajo është bërë thuajse pjesë e folklorit shqiptar. Ka ardhur koha që ne të marrim përgjegjësi për veten. Nga populli për popullin. Faleminderit. Në përfundim të këtij debati është e rëndësishme të ritheksojmë edhe një herë shëndrimin e grupit tonë. Falenderoj Dardan për shprehjen e Abraham Lincolnit, është një shprehje fantastike. Falenderoj panelin kundërshtar gjithashtu për të gjitha pikat që ata përmendën që lidheshin me autonominë, sovranitetin, emigrimin, filozofinë dhe mentalitetin e një populli, vështirësitë ekonomike etj. Me radhë, por faktet mbeten fakte. Dhe ne në këtë debat treguam se duke u futur në Bashkimin Evropian, ne jo vetëm që luftojmë korrupsionin, por gjithashtu zhvillojmë dhe tregun e punës. Nga ana tjetër, ne do të kemi lehtësime në pjesën doganore, në rritjen ekonomike, zhvillimin e PBB-s dhe uljen e papunësisë. Gjithashtu, përfshirja në këtë arendë ndërkombëtare, jo vetëm që ul tensionet, por gjithashtu ofron rritje në cilësinë e shërbimeve dhe të gjitha gjërave që ne do të ofrojmë si shtet. Gjithashtu, nga ana tjetër, arsimimet e certifikatat, të gjitha që merren në këtë arendë ndërkombëtare janë më të vlefshme dhe të hapin më shumë dyert në jetë. Për të përcaktuar pikërisht atë trurin që ju thoni që ne po e humbasim, por jo, ne po e fitojmë këtë tru sepse ne duke i dhënë këtë mundësi të rinjve shqiptar, do t'i forcojmë ata në arenë ndërkombëtare. Dhe kështu rritet influenca e Shqipërisë në arenë ndërkombëtare. Shumë faleminderit. Faleminderit të dyja skuadrave. Kemi kaluar bukur apo jo? Vëmendja ka qenë maksimale sa shpeshherë edhe kam harruar kohën, por që kjo ndodh sepse debati ka qenë vërtet cilësor dhe kualitativ për sa i përket argumentave që keni sjell. Ndaj ndihemi krenar që kemi një përgatitje të tillë në këtë fazë. Do të vijojmë tani me debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Dean dhe Frenkin. Për sa i takon temave spontane tek zarfet aty, Frenki do të zbulojë tani edhe temën. Vota e detyrueshme duhet të aplikohet dhe në Shqipëri për të rritur përgjegjësinë qytetare. Pra, vota e detyrueshme duhet bëhet, pra e detyrueshme edhe në Shqipëri në mënyrë që të rrisi përgjegjësinë qytetare. Kjo do të jetë tema, zbulojmë tani ideja edhe qëndrimin. Pro, do të jetë Dea, Frenki do të jetë kundër. Mirë, keni 7 minuta kohë përgatitore.
Vjojmë tani me debatin e dytë, debatin e liderave, Dea dhe Frenki në këtë përballje që ka të bëjë pikërisht me temën e vota e detyrueshme duhet të aplikohet edhe në Shqipëri për të rritur përgjegjësinë qytetare. Pro do t'jetë Dea, kundër do t'jetë Frenki, kështu që keni parasysh 2 minuta për çdo ndërhyrje, 4 ndërhyrje në total. Shumë e rëndësishme të ndiqni ritmin. Mirë, sukses. Përshëndetje edhe një herë tjetër, përshëndetje Frenki dhe ndihem e lumtur që jam sot në debat me ty këtu përballë. Gjithashtu dua të falenderoj dhe Jurin dhe gjithë organizatën Liburnetik për mundësinë që më ka dhënë, por po ashtu dua të falenderoj dhe gjimnazin tim, gjimnazin Qemal Stafën, që për të tretin vit rresht më sjell në këtë kompeticion ku unë jam rritur dhe kam zhvilluar veten time. Atëherë, tema për cilën ne sot do të diskutojmë është pikërisht vota. Pra, a duhet lënë vota thjesht si një drejt apo duhet bërë detyrim, duke qenë se jemi në një shtet demokratik. Si fillim do të shpjegojmë demokracinë. Çfarë është demokracia? Demokracia është një term që vjen nga greqishtja e lashtë, që është demos kratos, pra sundimi ose qeverisja e sovranit, që në rastin tonë është populli. Megjithatë, nëse do ta krahasonim Greqinë e dikurshme me Shqipërinë e viteve të fundit, në Greqi vije re që të gjithë ata që kishin të drejtën e votës, kishin mundësi të votonin dhe votonin sepse e shikonin jo vetëm si një të drejtë, por si një përgjegjësi votën e tyre. Kurse sot, të rinjt, por jo vetëm, edhe moshat e mëdha, edhe moshat e mesme, e shikojnë thjesht si një e drejtë që ju jepet dhe që ata nuk din si ta vlerësojnë. Dhe nga zgjedhjet e fundit që të mbajtura në Shqipëri, nga Instati, votat që, domethënë përqindja e votave ishte 30 deri në 40%. Pra ne flasim për një demokraci që supozohet jetë sundimi i popullit, por në fakt shikojmë që ne nuk kemi sundim populli, por kemi një sundim të një pakice që voton për popullin ton. Kështu që ne duhet ta bëjmë përgjegjësi, sepse duhet që ky popull të kuptojë që vota nuk është vetëm një e drejtë, një privilegj që shteti vetë i jep, por është një përgjegjësi më tepër se aq, sepse nëpërmjet votës ky individ voton për ndryshimin, voton për shëndrueshmërinë dhe për një stabilitet në të ardhmen. Ju faleminderit. Atëherë përshëndetje të gjithëve, quhem Frenki Ismailit, falenderoj Dea për gjithë argumentet që më dhe, falenderoj çdo kënd pjesëmarrës në këtë dhomë që po na shef, që po na gjykon, ose që ashtu do ka ndihmuar si mua si Dean. Jeni pa parë që të gjithë. Atëherë, le ta fillojmë pak nga çfarë përmendët ju, nga demokracia. Pikërisht demokracia është ai sistem politik i cili ka disa baza. Një prej tyre është që popullin mos ta detyrojmë në çfarë duhet të bëjë. Dhe i dim vetë, besoj të gjithë se çfarë janë shtyllat e demokracisë. Vota si koncept filozofik është një detyrim moral në bazë të disa opsioneve. Të ndryshe ku populli ose qytetari ka të drejtë të zgjedhë. Nëse o dalë statistika Instat që përmendet dhe pakica që kishte votuar në Shqipëri, ky nuk më duket si faj populli. Populli e kishte opsionin apo mundësinë për të votuar. Kjo ndoshta ishte faj partive që nuk kishin ditur të përpilonin disa paketa dhe programe aq interesante sa ta nxisin këto popull të votonin, pasi nuk besoj se zgjidhja e kësaj do ishte një ndimes në votim, por përkundrazi për mendimin tim thjesht do sillte disa vota fiktive dhe vota të kontrolluara, ose mos të them që do jepte një lloj favorizimi partive të mëdhaja të cilat do të merrnin më shumë këto votat fiktive të njerëzit të cilët nuk janë të informuar dhe do shkojnë të votonin thjesht sepse është një detyrim, pasi edhe vetë Aristoteli ka thënë, demokracia dështon pikërisht sepse votojnë njerëz pa informim. Pra, informimi është shumë i rëndësishëm. Ne nuk po themi se është mirë fakti që kemi një pjesëmarrje kaq të vogël votues ashtu në Shqipëri. Por mendoj se ka mënyra të tjera për të rregulluar kjo, si për shembull fushata të ndryshme sensibilizuese, sesa thjesht të vëmë një ligj, një detyrim për diçka që nuk e kemi parë. Po vërtet në antikitet e kemi parë këtë gjë. Por më fal, jemi këtu për zhvillim dhe për të ecur më parë apo për të kthyer antikitetit dhe për të rënë prapë në të njëjtat gabime. Historinë mësojmë që të mos përsërisim këto gabime. Dhe antikiteti grek ra. Ju faleminderit. Falenderoj Frenki për gjithë argumentet që shtroi, por do doja të ndalesha në 3 pika. Ju thoni se është detyrim moral, por a nuk do thotë kjo që pikërisht në shoqërinë e sotshme mungon ky detyrim moral të qeverisë tek populli ynë që supozohet jetë qeverisja e vendit ton, pra të jetë sovrani mbi qeverisjen e vendit ton, dhe në momentin që mungon ka ky detyrim moral, çfarë duhet bëjmë ne si shtet? A duhet të ruajmë atë gjendjen e pakënaqësisë që ekziston në popull, apo ta heqim këtë pakënaqësi dhe ta sensibilizojmë popullin ton të vazhdojë dhe të votojë dhe të bëjë ndryshimin për vendin e vet. Gjithashtu ju përmendët partit, por partit kanë qenë shumë të qarta dhe problemi nuk është se
faji qëndronte partitë, por qëndronte pakënaqësia shumë vjeçare nëpërmjet partive, sepse kjo pakënaqësi ka sjell demoralizimin total të qytetarëve shqiptar. Dhe nga një studim i fundit që kam lexuar, të cilin fatkeqësisht nuk ja kujtoj burimin, 50% e popullsisë shqiptare është totalisht e demoralizuar dhe kërkojnë të mos votojnë në zgjedhjet lokale dhe vendore, pikërisht për këtë arsye, sepse ata nuk shikojnë shpresë, pra ata nuk shikojnë të ardhmen, ata nuk shikojnë se zëri i tyre mund të bëjë një ndryshim. Dhe ne pikërisht këtë synojmë që ata të jenë zëri i ndryshimit të vendit të tyre. Gjithashtu dua të kaloj te fakti që ne themi që shumica mbizotron në demokraci, por siç e përmenda, kur ne kemi kaq pak veta, nuk janë as gjysma e popullsisë shqiptare, pra më pak se 50% e popullsisë shqiptare që votojnë, atëherë si flasim ne për shumicën në demokraci kur ne nuk kemi të bëjmë fare me një shumicë. Rritet përfaqësimi, ne synojmë që nëpërmjet detyrimit të votës ne të rrisim përfaqësimin dhe të nxisim që shumica të sundojnë me të vërtetë. Gjithashtu Nietzsche, i madhi filozof, është kundra demokracisë. Të ku dua ta lidh, sepse Nietzsche thotë që në demokraci nuk fiton kush e meriton, por ai që votohet më shumë. Por pikërisht nuk fiton ai që e meriton, sepse ne nuk votojmë dhe duke votuar sa më shumë persona, atëherë do të vinë në pushtet vërtet dikush që e meriton. Ju faleminderit. Atëherë, përshëndetje dhe edhe një herë për radhën time të dytë të folës. Besoj se biem dakord në diçka. Kemi nevojë për sensibilizim, jo detyrim. Detyrimi është ajo çfarë është problem. Ti vetë përmendë faktin se 50% e popullatës votojnë janë të pakënaqur nga këto parti shumë vjeçare dhe për këtë arsye nuk votojnë. Tani atë detyrojmë që këtë përqindje kaq të lartë të popullatës që të votojnë të pakënaqur, nuk besoj se është diçka e mirë që do rriste kënaqësinë, pasi çdo gjë që bëhet e detyrueshme rrit pakënaqësinë. Gjithashtu ndoshta nuk ka moral, por votimi në bazë të imponimit është akoma më fatal për një shoqëri, sidomos për një demokraci. Për shembull, le të marrim rastin e 1946 këtu në vendin tonë, kur u mbajtën zgjedhje ku konkurroi Partia e Punës së Shqipërisë, e cila fitoi me 99% të votave. A duken këto një zgjedhje që janë reale dhe këto vota janë reale? Nuk besoj, po mendoj se ishin vetëm vota fiktive, pikërisht prej detyrimit të votimit. Dhe Partia e Punës së Shqipërisë dhe për disa mandate radhësi vazhdoi të bënte zgjedhje të merrte përqindje marramencë votash 99.99%. Nuk mendoj se funksionon kështu në një shtet demokratik si ky joni. Gjithashtu le të përmendim pak diçka tjetër. Të gjithë jemi nëpër shkolla, nëpër gjimnazi ku kemi ato që i quajmë qeveri nxënësish, kemi dhe presidentu i këtyre qeverive të nxënësish. Kjo gjë shkon si një sistem demokratik dhe transparent ku çdo gjë bëhet me votë të lirë. Pra nxënësit e shkollës kanë të drejtë të votojnë ose jo, sipas dëshirës së tyre. E mira do ishte të votojnë, pra duhet sensibilizim për të votuar, por kemi ato raste të cilët nuk votojnë. Pra, që në shkolla ne formohemi duke mësuar se vota është thjesht një mënyrë se si mund të zgjedhim më të mirën prej disa opsioneve që na parashtrohen. Nuk mendoj se ne mësojmë votën si një detyrim dhe nuk mendoj se brezat që do vinë në këtë vend do bëjnë ndonjë ndryshim për mirë duke pasur vota me detyrim. Pasi siç e the vetë, këto parti që kemi tani kanë gjithë ato pakënaqësi që kanë shkaktuar tek qytetarët për vite me radhë. Nëse ne thjesht krijojmë detyrim të votës, do shtojmë pakënaqësitë, nuk do rregullojmë asgjë, vetëm do shkatrojmë më shumë. Ju faleminderit. Të falenderoj Frenki dhe një herë tjetër për argumentet që sot, doja të ndalesha në dy pika kryesore që ju përmendët. Si fillim ju përmendët periudhën komuniste, pra 1946 me Partinë Popullore të Shqipërisë. Por ka dy faktorë që nuk i përmendët, që e para, Shqipërisë ju premtuaj që do ta zgjidhte me dëshirën dhe vullnetin e vet qeverisin e vet dhe më pas ju imponua komunizmi dhe ne e dimë që në komunizëm kemi vetëm një parti, pra është një sistem monopartiak. Dhe e dyta, po flasim për 1946, kishte përjetuar 2000 vite pushtim, pra ti ishte një popull i pazhvilluar, një popull ignorant, i paarsimuar, e shumë të tjera që e bënin popullin shqiptar të paaft për të ditur se ç'të zgjidhte për qeverisin e vet. Nga ana tjetër ju përmendët fushatat dhe edukimi politik qoftë edhe në shkolla. Dhe po, ky është një argument i mirë sepse dhe unë vet jam pjesë e qeverisë së nxënësve, por megjithatë vjet re që sa ndryshim po bën kjo qeveri e nxënësve nëpër shkolla. Unë me të vërtetë që jam e ndikuar, pra unë jam një ndër ato nxënëse që vërtet kur kem të drejtën time të votës, do votoj patjetër për vendin tim sepse e shikoj si një përgjegjësi timen me detyrim apo pa detyrim, por shumë të tjerë jo. Ke shumë nxënës që thjesht marrin pjesë në këtë qeverisje, qoftë shkollore, por nesër dhe mund të jetë politike dhe marrin pjesë vetëm në mënyrë fiktive për të pasur emrin e tjera me radhë, por jo për ndërgjegje që të jenë vërtet zëri i qeverisë shqiptare. Më pas doja të përmendja shtresat e ulta, sepse janë shtresat më të demoralizuara të shoqërisë shqiptare në pjesën politike. Të shtresat e ulta
Ne e dim shumë mirë që shtresat e ulta janë të pakënaqura kryesisht nga ana sociale, sepse nuk ka ndihmë, nuk ka ndihmë qoftë në aspektin për rritjen e fëmijëve apo në aspektin e ndihmave për njerëzit me aftësi të kufizuara etj. Me radhë. Dhe pikërisht kjo bën që duke qenë të demoralizuara këto shtresa nuk votojnë sepse i jepet përparësi shtresave të larta të shoqërisë. Dhe në këtë mënyrë, kur ne kemi një shtet që jep përparësi shtresave të larta, duke bërë votën të detyrueshme, ne synojmë që stresat e ulta dhe të mesme të kenë një zë për të vendosur për politika sociale. Ju faleminderit. Atëherë dia të falenderoj për argumentet, por më duhet të kundërshtoj. Në radhë parë tek fakti që thatë se nuk e vlen të flasë për 1946 apo për historinë e vendit tonë, besoj se mund të kundërshtoj me faktin se më parë folëm dhe për Greqinë e lashtë, antikitetin, mira vjet më parë. Ne thjesht po marrim shembull nga historia për të treguar se ku kemi rënë në gabime, dhe historia është ajo fush e jetës që janë tregon gabimet që kemi bërë për të mos i përsëritur ato. Në radhë të dytë, absenca në votim është një përgjigje. Ajo është përgjigje për të treguar se asnjë parti nuk na mbush syrin. Dhe se do kalojmë pasaj tek shtresat e ulta, të cilat nuk kënaqen, ato nuk kanë për të kënaqur, duke u detyruar të votojnë. Po, ka mënyra të tjera si mund të kënaqen shtresat e ulta dhe të mesme, duke plotësuar dëshirat e tyre. Po si do plotësoshin dëshirat e tyre? Jam i sigurt se jo duke detyruar të votojnë këto parti, që ato po zgjedhin mos i votojnë sepse nuk japin asgjë për to. Po, mund të organizohen protesta dhe peticione dhe amendamente të ndryshme, por besoj se ky është një debat për një temë tjetër, të cilën nuk kemi sepse e nisim. Gjithashtu për çfarë tham më parë se ajo përqindje e cila voton duhet të jetë sa më informuar për partitë që voton dhe jo të kemi vota fiktive të cilat nuk do bëjnë gjë tjetër veçse do të rrisnin kostot e numërimit dhe menaxhimit të sistemit të votimit pra ditës së votimeve, është dhe fakti tjetër se Cambridge University tregon në një studim se shtete me vot të lirë, edukimi mesatar është 54% më i lartë se ato vende që kanë të detyruar, pasi vendet detyruara marrin votën thjesht si një përgjegjësi, të cilën thjesht duhet të ikin, ta bëjnë, ta kryejnë dhe të mbarojnë dhe nuk i shohin fare me vëmendje pasi e dinë që do japin një vot, sepse duhet ta japin votën jo sepse mendojnë se ajo është vota e tyre, sepse ajo partia apo ai person i përfaqëson ata. Gjithashtu, sistemet më të forta politike në botë nuk e bëjnë këtë gjë. Pse duhet një vend si Shqipëria, që ka aspirata aq të larta për të hyrë në Bashkimin Evropian, siç po flisim shpar, ku në Bashkimin Evropian asnjë shtet nuk e ushtron këtë mënyrë. Pse do ta bësh Shqipëria, e cila është një shtet që ka pasur kaq shumë probleme me komunizmin, kaq shumë probleme me pushtime të ndryshme, ne këtë popull kaq të vrarë nga historia, ne prapë t'i ushtrojmë presion, prapë t'i ushtrojmë dhunë dhe prapë ta bëjmë që të bëjë diçka me detyrim që nuk do të rregullonte asgjë. Kam dyshimet e mia, faleminderit. Falenderoj dhe për këtë herë të fundit Frenki për argumentat që ti solle. E para doja thoja se abstenca nuk sjell ndryshim, por vota sjell. Së dyti, ju thatë që pse vendet e tjera nuk e implementojnë votën e detyrueshme, edhe pse duhet ta bëjmë ne. Edhe ju përmendët shembullin e Bashkimit Evropian. Por mos të harrojmë që ju e thatë që në fillim mungon detyrimi moral që këta individ shqiptar kanë për sheverisin e tyre. Dhe mund të marrim Hungarinë. Hungaria pas 20 vitesh, që është një shtet në Bashkimin Evropian, një shtet që zotron gjithë detyrimin moral për të votuar, hodhi poshtë pas 20 vitesh gjithë atë autokracinë që kishte pasur si shtet dhe për të zgjedhur demokracinë, pluralizmin e të tjera me radhë. Dhe në përfundim të këtij debati do doja të ritheksoja edhe një herë pikat që përmenda. Siç e thash dhe në fillim, vota nuk është vetëm një e drejtë, është një përgjegjësi dhe ne duhet që ta kuptojmë rëndësinë e saj, sepse ne jemi zëri, ne jemi ardhmja dhe ne duhet kuptojmë se vetëm nëpërmjet votës vjen ndryshimi dhe ne duhet të ndalojmë së ankuari, sepse duke u ankuar e duke mos bërë asgjë, nuk shkojmë gjykundin në të ardhmen. Së dyti, ne thamë që ka shumë pak kënaqësi, por përgjegjësia është zero, detyrimi moral është zero. Sot individët nuk, domethënë, ankohen tërë ditën nga mëngjesi deri në darkë, por nuk bën asgjë për ta ndryshuar këtë pakënaqësi. Më pas thamë që duke u rritur përfaqësimi, do të kemi vërtet një sundim të shumicës siç flasim dhe në demokraci. Do të përfaqësojnë shtresat e ulta, do të ketë rritje më të lartë të transparencës, të cilësisë në shërbime të tjera me radhë, sepse me një votë të lartë, me një zë më të fortë të popullit, atëherë shteti do të jetë më kontribues, më transparent e shumë të tjera. Dhe më e rëndësishmja rinia, ne jemi zëri i të ardhmes, ne jemi zëri i cili duhet vendosi dhe duhet që ta shikojmë votën pikërisht si një detyrim moral dhe si një detyrim që e çon Shqipërinë përpara dhe jo të zgjedhim alternativa të tjera si ankesa nga mëngjesi deri në darkë për të mos bërë asgjë për të ardhmen e këtij vendi. Ju faleminderit. Atëherë dhe për këtë herë të fundit të këtij debati që flas, në radhë parë do të falenderoj për gjithë argumentet dhe për këtë debat fantastik që patëm deri tani. Në radhë të dytë le të kthehemi pak temës. Ju vërtet thatë se vota në numër do bëjnë ndryshim. Është shumë e vërtet, por jo vota fiktive, vota të qytetarëve të informuar. Unë thashë shprehjen e Aristotelit për këtë, ndërsa ti the një shprehje nga Nietzsche për diçka tjetër. Mos harrojmë se Nietzsche është ai filozof i cili frymëzoi Adolf Hitler. Dhe këtu pjesë e temës ishte fjala demokraci. Nuk besoj se mund ta përmendim Nietzschen kur flasim për një sistem demokratik. Në radhë të dytë ju fol edhe për
detyrimin moral që duhet të ngrijë moralin e popullit. Është e vërtet, por unë të ceka edhe më parë këtë dhe morali i popullit nuk ka për të rritur kurrë me imponim. Por thjesht do bëhet një ankesë tjetër për popullin, ky detyrim i ri që po i vjet popullit. Ajo çfarë do të rriste moralin e popullit ishte një sensibilizim i mirë me fushata, gjëra që nuk dua të bëjmë përsëritje dhe të rithem. Po ashtu ju morë dhe rastin e Hungarisë, e cila pas 20 vitesh autokraci u çua dhe bëri një ndryshim kaq të madh. Kjo është shumë gjë e bukur pasi dhe vendi jonë ka një eksperiencë të tillë me 8 dhjetorin në 1990, por ama mos harrojmë diçka. Hungaria nuk e bëri këtë gjë me detyrim, nuk e detyroi askush Hungarinë, shteti nuk e detyroi Hungarinë që të ngrihet të bënte këtë gjë. Ata e zgjodhën vetë me moral të popullit. Kjo është diçka që populli ka dorë vetë ta bëj. Nuk besoj se duhet të vëmë një detyrim të votës që ne të arrijmë ndryshime të mëdha. Këtë gjë mund ta bëjmë fare mirë duke emancipuar popullin, duke ndezur të ndjenjë nacionaliste. Gjithashtu, në mbyllje të debatit dua vetëm të them diçka. Gjithçka që kemi folur tani ka qenë për temën e demokracisë. Atëherë, na çfarë vjen demokracia? Nga pushteti i popullit, pra ku populli është sovrani. Atëherë, le ta lëm popullin të shpëtoj popullin dhe jo ligji dhe imponimi të mendoj se mund të shpëtoj popullin, pasi nuk ka për të funksionuar kurrë kështu. Ju faleminderit. Shumë faleminderit të dy liderave të skuadrës, një debat shumë i mirë do thoja dhe që zgjon edhe tek ne reflektimin përse ta kësaj teme që është goxha e rëndësishme dhe që ha hapësirë për diskutim. Megjithatë, lajmi më i bukur që do t'ju jap unë juve tani është se asnjë nga skuadrat nuk do të largohet. Ne do të shihemi në datë 25 në finalen e madhe që do të zhvillohet në Piramid, me finalen e vogël dhe finalen e madhe. Pra, ky debat do të ndajë edhe se cilët do të jenë pjesëtarët apo antarët apo skuadra më mirë të themi e finales madhe dhe skuadra e finales vogël. Kushdo qoftë, ju keni arritur të jeni pjesë e këtij procesi dhe të finalizoni dhe ta mbyllni me sukses. Shumë faleminderit. Tani është momenti që juria të mblidhet, bëj vlerësimin dhe të mësojmë pas pak. Po.
unë e thash dhe pak më përpara që për zhvillimin e aktivitetit, mbështetës tjetër ka qenë edhe American Corner. Ndaj dua t'i falenderoj edhe një herë për mundësinë që na kanë dhënë që të zhvillojmë këtë aktivitet në këto ambiente kaq të bukura. Këto ambiente janë të hapura për cilin do të ri që ka dëshirë të bëhet pjesë e aktiviteteve. Ka shumë aktivitete, po ka dhe shumë mundësira që mund të zhvillohen përse i takon këtyre hapësirave, kështu që vlerësojeni, gjykojeni. Nga ana tjetër, duke qenë se sot kemi edhe zonjën Emily Graves, e cila është specialiste rajonale për angazhimin publik, me bazë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd. Dhe është një nga ato këshilltarët dhe nga ato nismëtarët që e do shumë të rinjt edhe këndet dhe mundësit që jepen të rinjve pikërisht, ndaj unë kam dëshirën sepse ajo donte që thoshte diçka mes jush. Kështu që zonjën Emily Graves e ftojmë këtu. Thank you for welcoming me today. I'm happy to be here. I won't talk for long. I know I'm standing between you and results. So I am very conscious of that right now. Thank you for being here. Thank you for coming to the corner today. I'm so glad we were able to have this event here. This corner is a part of a network of American spaces all over the world. We provide all sorts of programming. The programming here in Albania and the 3 American corners that we have in Albania is amazing. It's some of the best, genuinely. I oversee corners all over the region, and I'm really excited to be here and seeing in person the amazing stuff that our wonderful coordinators put together every day. So please continue to check out the stuff that's happening here. We're doing celebrating America's 250th birthday this year, so there's a lot of fun programming around that. We're trying to do a lot of stuff that we think you guys will enjoy. So please stay in touch, become a member, talk to the coordinators, and see if there's anything else you want to check out or any other types of programming that you might want to get involved in. And at that, I will let you guys find out the results. So thank you so much. Faleminderit edhe njerëz, zonjës Graves. Padyshim që ne I kemi shijuar të 3 këndet që kanë qenë këtu, se duke qenë se kemi qenë edhe partner në shumë programet me American Corners, edhe Ridi Bet ka udhëtuar në këto qytete, si në Kukës, si në Vlorë. Ju falenderojmë për mbështetjen, përsa I takon të gjithë mundësisë që na keni dhënë. Mirë, tani është momenti që juria nuk do të zbuloj fituesin, do të zbuloj thjesht se cilët do të jenë ata që do të vazhdojnë garën për finalen e madhe dhe për finalen e vogël. Pra, në këtë gjysmë finale nuk kemi një shkollë që do të largohet, ne do të shihemi së bashku në datë 25 tek Piramida në sallën e Innovation Hub, kështu që bëuni gati, mos harroni bluzat. Dhe kushdo që do të ketë të drejtën për të qenë pjesë e finales madhe, shumë suksese, urime, dhe kjo nuk do të thotë dhe finales vogël, padyshim. Është edhe ajo një sfidë më vete, 3 çmime do të ndahen pikërisht në këtë finale të madhe, kështu që forca të gjithë. Mirë, është momenti që juria të bëj komentet. Unë do të falenderoj një herë Liburin e Tikut për ftesën, për të qenë gjykatës. Kisha 7-8 vite pa qenë gjykatës këtu me ju, kështu që u riktheva edhe një herë tjetër. Është një kënaqësi kur ju shoh juve që jepni argumenta, kundër argumenta, mundoni të bëheni pak humor, liderat që janë çik trishtuar tani, janë hyrë në mendime. Do të thënë, është një gjë e bukur. Keni parasysh një gjë, në gjykimin tim të gjithë sa jeni këtu, jeni fitues. Jeni fitues sepse vetëm pjesa e procesit që ju keni filluar me diskutime, me traurin e mendimit, me njëri tjetrin aty në shkollë, me shkollat e tjera dhe keni ardhur në gjysmë finale nuk është pak. Ndaj them që jeni gjithë fitues. Dhe këtë eksperiencën tani do keni ato emocionet dhe momenti se kush fitoi, gjithë gjërat e tjera, po do ju kujtoni më vonë, ju kujtoni realisht më vonë se çfarë eksperiencë është të bësh pjesë e këtij formati. Kështu që përgëzimi Liburin e Tikut, AKR-s, kushdo tjetër ka qenë donator që vazhdon akoma të japë AMSHC-ja, shokët e AMSHC-s, kështu që kushdo që jep fonde në lidhje me këtë drejtim,
është një gjë e mirë për shoqërinë shqiptare. Kam një korrigjim për të dyja palët. Rinia nuk është e ardhmja, rinia është e tashmja. Ju votoni, edhe pak ju votoni, kështu që mos keni mendimin tuaj, vazhdoni të mbroni argumentin dhe mendimin tuaj, se ka qenë një luftë e madhe kjo rinia është e ardhmja, po jeni e tashmja. Shumë shpejt votoni, keni drejtat tuaja, mund ngrini zërin, mund kërkoni çfarë do lloj nevojë që ju keni dhe të dini ku t'i adresoni. Kjo është detyra juaj të informoheni. Në lidhje me debatin me shkollat, për mua keni qenë aty të dyja palët. Një diferencë të vogël që ndron, por është kaq e vogël dhe kaq e përcip sa të vjen keq ndonjëherë të japësh dhe rezultatin, që unë e mbylla këtu, nuk do të them asnjë gjë. Me moshën. Përshëndetje, shumë kënaqësi që të jem sot gjykuese, edhe të jem me një, do thoja me antar të një ekipi këtu, do them ekip sepse ne kemi bërë debat brenda ekipit tonë, që janë shumë të denjë për qenë pjesë për të gjykuar, nuk është kaq e lehtë të gjykosh të rinj, që na dha një emocion të jashtëzakonshëm. Unë mund të them që është një debat i arrir, pra ka një pikë mbërritje nga trajnimi deri këtu dhe jam shumë e lumtur që ju vini në edicionin e 9 në këtë format duke pasuruar shumë formatin e Liburnetik dhe të Ridebatit. Çfarë rëndësie ka kjo? Kampionati kombëtar i mendjes është gjithmonë i rëndësishëm sepse në fund të fundit mendja është aseti kryesor. Dhe koncepti ynë për veten tonë është vetë jeta jonë dhe mënyra se si mendojmë ne është cilësia e jetës tonë. Kështu që ju po bëni investimin më të madh për profilin tuaj, që është shumë i rëndësishëm dhe për arritjet tuaja. Unë nuk besoj tek rastësia, unë besoj tek përpjekjet e mëdha, tek puna e madhe dhe tek ajo që quhet niveli më i lartë i inteligjencës, që është arritja e vetëdijes. Dhe mendoj që ju e keni arritur këtë sepse ju keni tashmë një qëllim specifik. Doni që të bëni dallimin duke krijuar individin brenda jush, duke u bërë pak antikonformist, duke debatuar, duke sulmuar, duke u mbrojtur, por jo për veten tuaj, as për egoizmin tuaj, duke mbrojtur për një të vërtetë të madhe. Pra kush jeni ju? Jeni luftëtar, mbrojtës dhe sulmues për një të vërtetë që është aty jashtë, pavarësisht se çfarë mendimi keni ju, e vërteta thot atë që është e vërteta. Kështu që ju falenderoj shumë për këtë përpjekjen dhe për ta parë veten tuaj që vetja juaj meriton shumë. Ky është respekt për veten. Së pari, dhe kjo ka shumë rëndësi. Përballja juaj ishte shumë dinjitoze. Nganjëherë na duket kush dha më shumë argumenta, kush dha më shumë statistika. Nuk na çojnë statistikat gjithmonë gjithkund. Ju keni parë që ka një lidhje shumë të fortë midis arsyetimit, argumentimit, analizës, shkaqeve pasojave, qasjeve krahasuese, gjitha këto quhen strategji të larta të menduarit. Nuk është më e rëndësishme të analizosh, apo të shpjegosh, apo të argumentosh, apo të arsyetosh. Janë të gjitha të rëndësishme për të forcuar mendjen tuaj emocionale dhe atë që është më e rëndësishme, mendjen racionale, që të dyja bashkë. Kështu që ju keni arritur një nivel shumë të mirë. Ajo që më pëlqen shumë është vetbesimi juaj tek të dyja skuadrat. Ndoshta njëra nga skuadrat mund të flasi pak më intonacion tek zëri, por keni një lloj vetbesimi, një lloj qetësie për ta treguar atë që dini dhe që e dini fort mirë dhe nuk keni shumë dallim në këtë gjë. Çfarë do jepja unë 2-3 këshilla për fazën tjetër dhe duat që t'i marr tani pak me radhë. Për sa i përket parashtrimit të argumenteve, ju lutem shumë, nuk mund të ketë arsyetim pa u mbështetur në evidenca, sikurse nuk mund t'japësh një fakt që nuk lidhet diku me një arsyetim, sepse duhen lidhur ato bashkë me njëra tjetrën që të na formojnë ARN që kemi mësuar kaq mirë në trajnim. Gjua dhe komunikimi, gjua duhet të jetë e pasur. Po më fal, bëjmë një debat dhe një le të themi një retorik lidhur me integrimin, kur bota tani vetë Europa është ndarë në 2 kampe. Duhet i kishit lexuar pak më shumë ato progres raportet. Ju japin çik më shumë informacion. Nuk mund vi me informacione të përsëritura, mund bëjmë një çik qasje më krahasuese brenda Europës. Gjithsesi, jeni mirë, por mund të ishit edhe më mirë në këtë pjesë. Nuk duhet jeni thjesht të përgjegjshëm dhe të varur ndaj paketave. Duhet jeni shumë vigjilent, shumë kërkues për të bërë përtej asaj që u thuhet, që të arrini atë nivelin e 4 të arritjeve që ju kanë mësuar zyshat aty, që i falenderoj shumë që ju kanë çuar deri në këtë pikë. Pa ato nuk bëhet. Lidhur me pyetjen,
Shumë prej jush nuk e bëj një pyetje. A e dini se një pyetje është fuqia magjike dhe një pyetje lëviz botën? A e dini se me një pyetje hulumton, edhe me qenë se përmende Nietzschen, kush e kishte me dëshirë, Nietzsche thot më bëj një pyetje të hedh një kovë në shpirtin tënd dhe të peshkoj se kush je ti. Ajo pyetja tregon shumë, sepse brenda asaj pyetjes përforcohet pozita e një skuadre dhe dobëson kundërshtarin. Por ajo që më pëlqen shumë mua, nëse Petronini ka bërë më shumë pyetje sot, se sa Qemal Stafa i është kundër përgjigjur të gjitha pyetjeve. Kështu që edhe fakti që nuk kanë bërë pyetje përsëri 1-1 i keni marrë pikët. Sepse ju bëni sulmin, ata bëjnë mbrojtjen, kur dikush bën sulm, ne bëjmë mbrojtje. Kështu që edhe kjo ishte një gjë shumë fantastike, më pëlqen që menaxhoni kohën, vazhdoni të menaxhoni kohën. Mos e bëni as pyetjen, as referencës për tej kohës, se unë nuk e shënoj më këtu. Kështu që e keni thënë në ajër edhe ikën dhe fluturon. Vazhdoni që të punoni në grup, të keni konsiderat për njëri tjetrin, liderat duhet të kenë mundësinë e bollëkut, a e dini, keni dëgjuar ndonjëherë çfarë është kjo? Do të thotë që të mos jeni konkurrent me antarët e ekipit tuaj, dhe sot keni patur një bashkëpunim shumë të mirë. Ne flasim me ne, një lider nuk ka thënë asgjë nga ato që mund të ishin të tijat, po ka përfaqësuar skuadrën, mundësinë e skuadrës, ka mbajtur qëndrimin që do donte skuadra të mbante, dhe çfarë ka qenë një lider, çfarë reflekton një lider? Ndjeshmëri ndaj antarit të çdo skuadre. Liderat e kanë bërë shumë mirë. Tani, ne kemi bërë një diferencë të vogël se njëri e bën syrin këtej kur nuk mban vëmendjen, njëri ka bërë çik më shumë humor. Sepse duhet që ta dallonim njërin, por fitues jeni sepse nuk jeni tani as në kafene, nuk jeni as duke u vërdallosur, por jeni duke fuqizuar mendjen, duke jetuar me vetdije, duke zhvilluar potencialin dhe duke zgjidhur një problem shumë të madh, që është problemi i vetes. Faleminderit shumë. Atëherë përshëndetje, e di që mua më mbetet pjesa e barës së përgjegjësisë, por nuk mund ta anashkaloj duke qenë se nuk e di se si ta quajmë këtë rastësi, fat, por unë e kam ndjekur në 3 debate Qemal Stafën dhe nga debati i fundit mund të them që i keni marrë të gjitha parasysh kritikat që janë vënë dukja. Dhe jeni përmirësuar goxha shumë dhe ju përgëzoj shumë sepse keni patur vetëm një ditë kohë për të bërë gjithë këtë ndryshim që besoj ishte goxha i dukshëm, apo jo. E kuptuat edhe vetë edhe nga pjesa e tjetër e juris që ju vunë në dukja. Tani, unë kam më shumë emocione si ju me të thënë drejtën, përshtej për këtë pjesës pikfa, por nuk po ndalem më gjatë pjesë e argumentave, ju përgëzoj të dy skuadrave, faleminderit për punën që keni bërë të dy skuadrat. Diferenca shumë e vogël, do ta kuptoni kur unë të them shifrën. Qemal Stafa është me 281 pikë dhe Petronini me 282 pikë. Mirë, skuadra që do t'jetë pjesë finales madhe, do t'jetë Petronini Luarasi, ndërsa skuadra tjetër do t'jetë pjesë finales vogël në këtë përballje me shkollën Aleksandër Mojsiu nga Kavaja dhe 28 nëntori me Petroninin për finalen. Thank you.